Takim me hënën e kuqe mbrëmjen e së mërkurës. Nëse moti do t'jeti favorshëm, spektakli do t'jeti mrekullueshëm, vlerësojnë ekspertët, fal hënës e cila do të ngjyroset në të kuqe më të errët. Ashtu siç nuk shihet prej 10 vjetësh, do t'jetë edhe më tepër spektakolare se sa eklipsi 2007-s. Kësaj më 15 qershor duhet të jemi gati për të parë ngjyrosin me të kuqe të hënës edhe një eklips total të saj. Spektakli parashikohet të jetë jashtëzakonshëm, por vëzhgimi i këtij eklipsi do të jetë tepër i ndërlikuar në fazat e tij fillestare. Gjatë perëndimit në orën 19:23, hëna do të gjendet ende në horizont dhe qielli nuk do të jetë ende plotësisht i errësuar. Për këtë arsye nuk do të jetë lehtë të shihet qartësisht avancimi i hijes së tokës mbi hënë. Gjithmonë, nëse do ta lejojnë edhe kushtet e motit, pjesa e dytë e fenomenit do të jetë e vëzhgueshme pa vështirësi të veçanta, saktësojnë ekspertët. Fenomeni që do të zgjasë maksimalisht deri në orën 22:12 të datës 15, pritet të ulësi parë në orën 1:02 të datës 16 qershor në vende të tjera të botës. Një eklips sonor ndodh kur dielli, toka dhe hëna janë në një vijë dhe hëna kalon konin e hijes së projektuar nga toka. Eklipsi mund të jetë total ose i pjesëshëm pavarësisht të faktit nëse toka, hëna dhe dielli janë eksaktësisht të përvijëzuar apo jo. Një situatë e tillë verifikohet saktësisht prej 4 miliard vitesh. Fenomeni 15 qershorit do të jetë një eklips normal që mund të shihet me sy të lirë, por nëse disponohen ylbi apo teleskop, sa do të thjesht, spektakli do të jetë edhe më madhështor.